Agjerimi, çështu e ka përshtyt pejgamberi, gjunne. Gjunne është kështjell, si kalaja. Për shkak kalajën të kaluron është forzuar si mburoj nëse armiku nuk mund me depërtu fare aty. Agjerimi trun tyje. Pse trun tyje? Kur nuk ha dhe nuk pi, nuk ki shumë pasion dhe epsh. Kur ha njëri pi, ma shumë banë gjunaje. Bat ma shumë zullumqar, mizor, shikon me sy, ja kanë shumë sene, banë padresi, kur ha shumë, flet shumë, bash dembel. Momentin që agjeron nuk ha nuk pi, të dhe nuk ki ma as pushtet me bat diçka të keqe. Kretë të janë në favorin tanë. Ma dje i dërgur Allah e ka dhënë dhe një recept, një ilaç të mirë, ka thonë, o ju të ri, kush ka mundësi më martu, le të martohet. Se martesa të arun syrin, të arun nderin. E nëse nuk mund është më martu se të mungoj kushtet ekonomike, s'ki pak, nuk e ki një dhomë, nuk e ki një shtëpi, atër ka thonë, agjeroni. Qëre? Alternative dytë, agjeroni. Sa agjerimi të ruan nga haramet dhe nga të këqijat. Qëre, agjerimi ka shumë opcione dhe alternativ për shumë sene që është në interes dhe favor. Dynja, ditën e gjukimit, natën e vorit, me një fjalë shumë është opcion i rëndësishëm për të arrujt njëri ftyrën e vetë, nderin e vetë.